Ta pyesim dhe Gersën që Për mendimin tim mungon shumë edhe meritokracia, që në vendet jashtë Shqipërisë ekziston si koncept dhe aplikohet. Kurse këtu jo. Po për shembull, ti çfarë pengesësh ke hasur Për në mua ka qenë afirmimin? një problem. Do të thënë Rumani nëse unë do isha këtu, do kisha bërë shkollën këtu dhe do kisha vazhduar jetën time këtu, do kisha pak problem këtë pjesë. Do të thënë nuk do kisha arritur aq sukses sa kisha arritur ande, sa kam arritur ande. Si e shet ti nëse analizon nga perspektiva një intelektuale, cila, siç e tha dhe profesori me drejt, vazhdon të jetë e angazhuar për, po themi, për kombin, prej cilit e ke përjardhjen. Cilat janë pengesat për afirmimin e të rinjve, po themi, në jetën publike, në jetën politike, cilat janë pengesat nëse mund? Për mendimin tim ekziston një mungesë si një programi I cili do suportonte më shumë të rinjt edhe rrugën e këtyre drejt suksesit. Do të thënë të rinjve nuk është se u mungon dëshira dhe pasioni për të arritur më tej, por u mungon mundësitë që këta të gdhendin rrugën e tyre drejt së ardhmes. Po, ekzistojnë kushtet, domethënë e mira, apo e dishmja, apo drita ka ardhur dhe nga jashtë Shqipërisë, në kushtet e pengesa më të mëdha se sa këto të sotme. Pra imagjinoni për shembull fillim shekullin e 20, kur ata diaspora jon e Amerikës me nolin krye me konicën e ndriçoi Shqipërinë, Shqipërinë otomane, apo I dha dritë. Por nuk duhet harrojmë gjithashtu që gjatë kohës ka ndryshuar edhe sistemi politik I kombit. E qartë, por ama... Edhe me anë të kësaj rruge ka ndryshuar edhe mënyra si politikanët e shohin zhvillimin më tej, duke mos I dhënë mundësi të rinjve që të avancojnë përpara. Sepse nuk është se mungon dëshira dhe pasioni për të ecur përpara. Pra ti mendon, domethënë që tani kam shumë pengesa se ç'kishte atëherë? Sot ka më shumë pengesa, po. Për shembull, mi identifiko disa prej këtyre domethënë. Lirshmëria që të rinjt të bëjnë atë që duan. Po megjithatë ka hapësira lirie, të cilat janë hapësira virtuale, rrjetet sociale, janë hapësira ku afirmohen individ të rinj, ku afirmohen realitetet të reja, ide të reja. Pra, pavarësisht se qeverit, regjimet, të quajmë si duam, I okupojnë, I pushtojnë hapësirat e lirisë, hapësirat e afirmimit të rinjve. Ato që janë elitat e korruptuar, gjithashtu dhe ato nuk duan që t'ja lënë vendin tjerëve, apo e përndodhur e tranzicioni pushtet. Megjithatë ka hapësira lirie, do në situata nuk është pa shpresë, nuk është si dikur kur për t'u afirmuar duhet të përdori hapësira tradicionale të... Nuk është të pa shpresë, është e vërtet, sepse ka edhe sot e kësaj dite shumë njerëz të cilët shumë të rinj më saktë të cilët arrin sukses edhe arrin të bëjnë rëndrat e tyre realitet. Por prapë mungon diçka, disa koncepte kryesore të cilat duhet t'i ndihmojnë të rinjt që të ecin përpara. Shkon, ne jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, me drejt profesori përmendi disa prej atyre figura që identifikojnë, pra që janë prisit e kësaj epoke. Ju keni zgjedhur në një epokë si kjo të studioni filologji. Mi po ndërkohë nga shumica e të rinjve shife këto si studimet padobishme. Pse kjo mungesë preferencë? Shihen sepse ka një mungesë theksuar të rinjve për të lexuar më shumë libra dhe për të fokusuar më shumë në art edhe kulturë. Gjë që për mua është shumë e domosdoshme dhe duhet jetë fondamentale në edukimin e të rinjve dhe në edukimin demokratik mbi të gjitha.